Ora 7. Alarmi bën. Qupi gjumit. Qeli syt. Për kafe bëtstoj. Qupi gjumit. Ti qupi gjumit. Fillojmë ditën me ngjarje, kafe, llafe dhe plot storje interesante. Qupi gjumit. Ti qupi gjumit. Me Nitën, mëngjesi në syri. Çdo ditë e hën deri të premten nga ora 7. Po ma dhe një macchiato thuj të letë. Mirëmëngjesi dhe përshëndetje për gjithë ju që tashmë jeni zgjuar. Një ditë e martë, një ditë që ne kemi mundësi me kujtu gjithë ata që kanë humbë jetën në një betejë shumë të rëndësishme. Në fakt ka qenë një luftë civile që është zhvillu. Edhe sot i kujtojmë mbi 370 martirë, të cilët janë fliu në masakrën e Mejës. Edhe për këtë na sot kemi me trajtu një temë pak më ndryshe, sepse prej 99-ës e tutje, ndoshta edhe më herët, shumë familje kanë mbet pa figurën e prindrit që është babai në këtë rast, edhe kemi me fol për figurën e babait. Dikush ka me kujtu, po ka me sjell kujtimin më të mirë për babën sot në emision të mëngjesit. E dikush tjetër ka me fol edhe me falendru për babën që është gjallë. Kështu që le të bëhemi bashkë dhe të kujtojmë rolin e babait në jetën e gjithë secilit prej nesh, një rol shumë i rëndësishëm edhe në formimin e fëmijës. Ndoshta shpeshherë kemi mujtë me qenë shumë keq shpirtërisht, por ka qenë babai që ka ardhur, ka bisedu me ty edhe e ka ngrit moralin. Në njëjtën kohë dikon e kalon baba, po ka marrë mbi vete barë shumë të rëndësishme se si me vazhdu jetën. Kanë qenë shumë pikpyetje se si duhet vazhdu, si duhet fillu në fakt një jetë, cilat janë përgjithësi që duhet me marrë një fëmijë, ndoshta akoma i pa formuar, po që është në mungesë babës edhe duhet me siguru ndoshta edhe të ardhuna. Na kemi me pas një story, një gjërim që është realizuar pikërisht nga Arbër Selmani dhe që ka me e pasqyruar shumë bukur mungesën e babës kur u vdiq baba, po do ta kemi vetëm pas pak. Kështu që ju ftoj juve që me qenë së bashku me ne edhe me fol për babën, për një rol shumë të rëndësishëm në jetën e gjithë secilit. Sigurisht duhet me fillu, duhet me qenë nismëtare në këtë pjesë dhe me fol vetëm për babën tam, që jam shumë e lumtur që e kam gjallë dhe muj me ndo. Është e pamundur me shku në shtëpi edhe mos me pas një komunikim akoma lozënjar mes babës edhe bijes në këtë rast. Kështu që ato janë të llastuarat e familjes, vajzat janë të llastuarat e familjes, edhe baba e forcon aq më shumë këtë marrëdhënie, edhe sado çfarë do moshe që e ke, kur shkon te baba njesh mirë. Po edhe nëse babi nuk është, nëse të kemi me fol edhe për këtë pjesë, do ta kemi të ftuar një vajzë e cila ka qenë gjithë jetën e përkthjelna prej babës, po e cila ka marrë shumë mësime prej babës vet. Ne kemi pas rast ndoshta shpesh më fol edhe tek një tjetër temë për babain e Rezartës, për cilën do të flasim pak më vonë. Ai ka qenë një mësues i jashtëzakonshëm, po në të njëjtën kohë ka qenë shumë i pranishëm edhe në një pjesë tjetër ku ka riciklu gjana shumë të mira dhe ka sjell punime shumë të mira. Kështu që juve po ju ftoj me fol për babën sot, për babën që është i miri i shtëpisë. Duhet mi fol kanjherë, se kanjherë din me qenë babat edhe shumë rigoroz sa i përket rregullave. Ai keni thyet ndonjëherë rregullat e babës. Do e më marr anën pozitive të rolit babait në këtë rast, jo vetëm me kujtu ato ndonjëherë atë dhimbjen që dikush e ka humbë babën. Na jemi rast pikërisht kemi pas rast edhe me fol, edhe sigurisht shumë shpejt do ta kemi në studio edhe skulptorin tashmë shumë të famshëm Andinin, i cili ka realizuar disa piktura, edhe kur po bisedoja me të, më tha që këto skulptura kanë ardhur si revolt, si luftë me zemrën, si pikëllim i zemrës, po që kanë sjell punime shumë të mira. Unë po filloj me komentet e para që na kanë ardhur. Mirëmëngjesi të gjithëve. Është Naili ai që na ka shkruar, po shoh shumë televizikues, cilët sot kanë menduar një falënderim për babën, një kujtim për babën, një element shumë të mirë që kujtojnë
roli babait. Shpeshherë na nuk di me që ndoshta ose nuk di me shpreh atë llojin e falënderimit për njerëz që i kemi pranë. Nuk di me thonë tamam, ju falenderojmë. Ndoshta me shkruani një letër, ndoshta me bëj një dhuratë. Një dhuratë shpirtënore, shpeshherë është shumë e rëndësishme se sa një dhuratë materiale. Kështu që do të fokusohemi sot te ky rol shumë i rëndësishëm në jetën e gjithë secilit prej nesh, po tani po ndoj momentin e një video që është realizuar nga Arbre që na po sillim në emisionin e mëngjesit, po nuk duhet me qenë reaksioni i asaj me sjellëdhimbje në emision. Sot kemi me sjell momentet e mira për babën. Kështu që po përcjellim materialin Kur më vdiq baba dhe kthehemi në studio. Qaj lisyt për kafe për ftoj. Fillojmë ditën me ngjarje, kafe, llafe dhe plot storie interesante. Menitën, mëngjesi në syre. Çdo ditë, e hën deri të premten nga ora 7. Jemi rikthyer pasi kemi ndjek një material të ndjeshëm me qëllim kemi vendosur, të paktën kam vendosur me transmetu për me lënë pjesën e dhimbshme të kujtimit të babës edhe me u kthy te elementet e mira që neve na bujnë me kujtu një rol të mirë edhe një vendosmëri në familje, sepse kur përmendet baba, përcjellet ai imazhi që ndoshta dikush e ka lexuar kanunin, po dikush tjetër vetëm nga interpretimet ka mujtë me marrë elemente ose vetëm sekuenca, edhe ai roli i babait shqiptar është shumë i rëndësishëm. Në këtë rast kemi me fol vetëm për kujtimet e mira, për gjanat që na i kujtojnë prej babës dhe që në këtë rast me siguri shumë prej atyne që e kujtojnë rolin e babës janë ndoshta vajzat, sepse ato kanë një marrëdhënie më të ngushtë. Kjo është e shpjeguar shpeshherë edhe shkencërisht që vajzat janë më të lidhura, janë më të lastune. Me siguri edhe ju që jeni tash në familje edhe po na ndiqni nëpër ekranin televiziv, po e mendoni se si me i thur lavdë tash rolit të babës. Nuk është e rëndësishme me shkruar ndonjëherë është e rëndësishme me ndje ato që shkruan. Ka fillu komentet e para dhe sigurisht për babën duhet me shkruaj shumë. Mirëmëngjes Nita, tema është shumë e qelluar, se dhe unë jam një prej atyre që e du më shumë babën. Për çdo ditë e thirrin telefon ka 3 deri në 4 herë në ditë, po nuk e anoj mamën padyshim edhe mamën e du. Ju përshëndes përzemërsisht nga Gjermania. Faleminderit shumë Mimoza për komentin tënd. Uroj me gjithë zemër që ti t'jesh mirë. Po pra absolutisht, në lanat nuk i hekim asnjëherë as prej gojës, gjithmonë i përmendim, ndoshta shpesh edhe i thirrim edhe i shqetësohem, kur dikush nuk ka motër, për shembull si unë, ndoshta gjitha shqetësimet, gjitha çka kam i kam me nanën, sepse kam një marrëdhënie shumë të mirë, po babën kur vjen puna te disa tema pak matrona që mendoj që duhet me pas një mendim babës, gjithmonë diskutimet shkojnë tek baba. Kështu që kemi shumë çka mendo. Zona na shkruan mirëmëngjesi Nita, mundit babi si dalim hakut kur, asnjëmi falëndrime nuk janë shumë për t'i falendëruar prindrit tanë që sakrifikojnë çdo gjë për fëmijët e tyre. Babi im është heroi im, jam falendëruese për gjithçka që ka bërë për mua prej ditës që kam lind. Zona, shumë faleminderit për komentin tënd. Unë po shoh që secila për jush jeni familjare edhe Mimoza edhe Zona, edhe sigurisht e dini, tash e keni kuptuar më mirë në rolin e nënës që sa është i rëndësishëm edhe roli i babait në formimin në jetën e një fëmije dhe se si duhet me u kujdes ndoshta shpeshherë dikush edhe në këtë luftën e fundit që kishim nuk po flas për luftën e Kosovës, po flas për luftën globale që po vazhdojmë ta kemi, COVID-19, shumë ndoshta kanë mujtë me humb nanën, kanë mujtë me humb babën, kanë mujtë me humb njerëz të dashun, po sot është momenti me kujtu në forma më të mira të mundshme edhe me kujtu ndikimin që ka gjithë secili në familje, sepse secili kemi role të ndryshme në familje, shpeshherë kemi detyra, kemi obligime, të cilat familja i kërkon. Kemi me fol nëpërmjet emisionit mëngjesit, na kemi me kuptu më shumë njëri tjetrën, kemi me qenë të lirë me diskutu tema nga më të ndryshme. Në këtë rast një temë pak më ndihshme, por tash sepse nuk munde me anashkalu, na jemi mësuar gjithmonë me pozitivitet, po edhe kësaj radhe me pozitivitet
do e prezentojmë këtë temë. Tash jemi në një datë të rëndësishme për Gjakovën, një ndër masakrat më të mëdha kujtohet sot, në masakrën që mbi 370 persona kanë humbur jetën në masakrën e Mejës. Kështu që ndërim për të gjithë ata që me të vërtet kanë dhënë jetën e tyre, që ne sot jemi të lirë edhe të mund të shijojmë këtë liri, duhet me punu, duhet akoma me punu. Sultani na ka shkruar çka do të thonë më kjo Sultan? Po pres Sultan pak më sqaru për këtë pjesën, në fakt ndoshta ke fillu me shkru edhe padoshje ke mujt me ndalu për një moment. Po pres më ndohet gjithë shka të bukur që keni për babën, sidomos vajzat, unë e poshtë që vajzat kanë tashmë janë zhu edhe sa që flitet për babën, kanë një ndjeshmëri ndryshe, pavarësisht marrëdhënies së nënës. Zakonisht për nënat, na flasim në muajin mars, po ka edhe data tjera që na mujmë me folë për nënën, jo vetëm datat shënume në kalendare që janë datat shënume botërore. Na duhet me folë për këto marrëdhënie shumë më shpesh. Në emisionin e mëngjesit kemi pas një javë që kemi me folë për këto marrëdhënie ndërnjerëzore që janë shumë të rëndësishme për formimin e gjithë secilit, edhe për me zhvillu jetën tonë, ndoshta edhe me drejtu jetën tonë. Shembuj që janë motiv. Në këtë rast babai dhe nëna janë shembulli që gjithmonë na japin motiv. Nuk besoj, ose as nuk du me besu edhe nëse dëgjën ndoshta ndonjë ngjarje që nëna dhe baba munden me pas një ndikim negativ të fëmija. Kështu që thirrje sot për ndërgjegjësim për këtë rol të rëndësishëm. Nga përpara s'kemi di san, veç theke baba, pa di san hesh. Pa, tash më refit se kjo puna e babes, do më dhënë ajo përshkruhet si pjesa kanuni që baba është roli që e sundon familjen. Po jo, në këtë rast, marrëdhëniet kanë ndryshuar edhe nuk është ai roli i babës që interpretohet që me pas me utut me fol. Jo, sot njerëz kanë shumë më shumë komunikim me babën edhe munden me fol shumë gjëra hapur. Kështu që hajde të flasim për babën. Sultani na ka shkruar selam aleikum. Okej, domethënë këtë e ka sqaruar këtë pjesën sa e kërkova për sqarim. Faleminderit, përshëndetje për ty. Me siguri përderisa na bën këtë përshëndetje je edhe në agjerim, kështu që agjerim të lehtë dhe faleminderit që zgjus bashkë me ne. Limi na përshëndet. Po Limi, çka mundesh me thonë ti për babën? Cili është kujtimi apo falëndrimi yt për babën, për rolin e babës në jetë? Tash kemi më folë në emisionin e mëngjesit për marrëdhënie të rëndësishme në jetën e gjithë secilit prej nesh, kemi më pas hapësira të tjera që kemi më folë edhe për nanën, kemi më folë edhe për motrën, kemi më folë edhe për vllahun, edhe për ndikimin e gjyshërve në jetën e nipave dhe mbesave, po edhe për koishit, për njerëz që ndoshta një pjesë të madhe të kohës e kalojnë pa pas mundësi ndoshta me i taku të afërmit, po që koishia është që kemi me fol edhe në emisionin tonë të mëngjesit në ditët në vijim, ku paskoj do t'i rikthehemi sepse është shumë e rëndësishme, po besoj që është pjesa më e rëndësishme e jetës së gjithë secilit me kushtu rëndësi marrëdhënieve ndërnjerëzore. Kështu që flasim edhe për pjesën e humanizmit dhe shumë çka tjetër. Çojmë çfarë na kanë përcjell kolegët tonë tek portali, çka ka trek ne, po mirë. Se po flasim edhe për rolin, nuk do të thotë që kemi me fol edhe për përkujtimin për babën, po ka shumë prej tyre që sot ndoshta në marrëdhënie mes prindërve nuk ka mujt me funksionu edhe shpesh çiftet munden me shku drejt një divorcie, po gjithsesi baba mbetet babë, nana mbetet nanë, kështu që marrëdhëniet duhen gjithsesi me vazhdu. Çiftet që nuk rrinden shpesh i japin fund martesës me divorc. Do me thënë, kjo po na bjen që duhet më përla ma shpesh me partnerët tonë në mënyrë që mas më shku drejt divorcit. Jo, absolutisht. Na sot në fakt asnjëherë nuk duhet me fol për marrëdhënie që munden me na qut te një prishje. Po në këtë rast vetëm po e përcjellim si material nëse juve intereson, gjithsesi mund me klikujt te syrivisvision.tv. Kur bëhet fjalë për marrëdhëniet e dashurisë, konflikti i rastit është i pashmangshëm, por ai nuk ka gjithmonë nevojë të jetë emocionalisht i mërzitshëm ose mizor. Çiftet mund të mos bien dakord dhe madje të grinden shpesh dhe përsëri tregojnë dëmshuri dhe respekt për njëri tjetrin dhe mësojnë diçka nga argumentet e tyre, thon psikologët. Disa psikologe, një psikologe klinike në fakt thotë se çiftet e martuara që nuk kanë grindje të rregullta shpesh ju japin fund marrëdhënies së tyre me divorc. Kështu që do të më qenë të lumtur nëse ndonjë prej ditëve edhe pse bëhemi nervoz
paktën që ka mirë se mundet me ndikur shumë mirë në marrëdhënie kur një çift debaton. Lidhjet që nuk mund të ruhen janë lidhje ku flaka është shuar plotësisht ose as pak. Domethënë kjo i bie që nuk kemi interes për njëri tjetrin nëse nuk kemi debate. Kur njëri ose të dy partnerët janë indiferent ndaj marrëdhënies së tyre, ata madje nuk kujdesen as sa të grinden aty këtu. Atëherë ka mbaruar. Domethënë, kur sa herë që japim rëndësi marrëdhënies me gruan, me burrin, me secilin në familje, duhet kohë pas kohe me i pas ato zonkat që janë të lezetshme. Më shumë më pëlqejnë për shembull kur i ndëgjoj ndoshta ndonjëherë të moshuar teksa i gjuajnë fjalë njëri tjetrit, edhe a diçka janë debatet më të mëdha, ndoshta me siguri secilin prej familjeve për përgatitjen e ushqimeve ose prese tashti nuk bën me u përzit, domethënë është jeta eme. Kur duhem thojmë është jeta eme, kur duhem pse nuk po merr pjesë edhe ti. Kështu që ka shumë material për këtë pjesë, programoni një kohë të përbashkët konflikti, kështu që edhe kjo koha e konfliktit po duka më qenë në këtë rast një kohë që na duhet me mendu, kështu që sot pas emisionit, ndoshta pas obligimeve ditore të punës, më shkua edhe me u përlo me burri. Koka mirë, sepse nuk shkojmë divorc. Bëni një pushim. Gjithmonë edhe kur debatoni është mirë mes me shpërndoa negativitet edhe në atë pjesë, domethënë mos me lëndu personin kur debaton, po thjesht më ul me i sqaru çdo gjëna, po janë të mira këto për marrëdhënie. Kështu që bëni kujdes sot në këtë pjesa. Bëni kërkesa në vend të kundërshtimeve, domethënë para se me kundërshtu partnerin, ti kërko. Sa keq po mësoj sot. Dëgjoni dhe pyesni partnerin tuaj për sqarime dhe mësoni mënyrën e dur për t'i kërkuar falje partnerit. Ka shumë prej atyre që ndoshta edhe pse din që janë gabim, shpeshherë kanë shumë të vështirë me kërku falje kështu, po pse jo, është mirë me kërku falje edhe mos gjatë debatet. Thjesht zënka të vogla që e plotësojnë një marrëdhënie. Po kthehemi prapë tek marrëdhënia tjetër, në këtë rast tek babai. Unë kam vajzën e vogël dhe qysh tash kam pa çfarë lidhje po krijon me babën e vet. Do thotë që qysh në veçli ajo po më tregon që babi është dashuria e saj e parë dhe lidhja e tyre është shumë e veçantë. Faleminderit zona që e ke ndarë këtë koment. Po pra, thash që vajzat janë më tepër të lidhura ndoshta me pjesën e babait, sepse e pam edhe komentin tjetër tëndin që tha është heroi, patjetër, sepse e kemi një rol mbrojtës kur e kemi babën, edhe ndihemi shumë akomod ndoshta edhe me ja kthy fjalën ndikujt, në këtë rast a ke pa, edhe kur je nusë, ndoshta kur shkon në shtëpi të baba edhe vjen bashkëshorti me ty, ti prapë ndihesh më akomod. Kështu që jo, absolutisht me kthy fjalën dhe me kriju debate, po gjithsesi ndihesh pak më akomod, ndihesh më mbrojtne, më allastume, që të lejohet gjithçka. E mirë friend vallaj, po baba se mi pësim konshika ma madhe anë shpi. Po, fit, roli i babait në të kalunë, ndoshta ka pasur në thash atë pjesën që kanë ngurru. Sot vajzat munden me fol gjithçka me babat. Munden me fol ç'është vogla për simpati përpara kur s'ka mujt me fol për këtë pjesë. Nuk ka mujt me fol për këtë pjesë. Baba me ditë baba, ç'ka vo. Kështu që ka mujt me fol sot muj me fol për gjithçka, për po i pëlqen kjo, po i pëlqen ai, si me vepru kështu, si me vepru. Ka shumë vajza që janë më të lidhur ndoshta për këto tema më shumë me babën se sa me nënën. Kështu që varet edhe prej pozicionit edhe prej marrëdhënies që krijon, prej komunikimit që krijon qysh në veçli. Po njëherë llastimi te kalon kufit kur është puna vajzë e bab. Po vazhdojmë me fol për pjesën e baballarëve, por dhe duhet me i falendru gjithashtu ata që na bëjnë të mundur, që na me diskutu tema të ndryshme në emisionin e mëngjesit, me motivu në njëri tjetrin që me pas një ditë më të mirë, kështu që po i falendrojmë miq tan të emisionit ton që janë të shumt në këtë rast, duke filluar prej Center Mallit, Korbenit, Fidanit El, Homestyle në Gafsi e shumë të tjerë cilët tani i falendrojmë një blog marketingu.
Qali syt për kafe për ftoj. Fillojmë ditën me ngjarje, kafe, llafe dhe plot storie interesante. Menitën, mëngjesi në syre. Çdo ditë, e hënë deri të premten nga ora 7. Përpos miqve që ne kemi mbështetës të emisionit tonë, unë absolutisht jo kam juve miqë edhe po pres që sot me nda komente, si çdo ditë tjetër, që na e marrim edhe trajtojmë një temë, ashtu si e sitim mirë pjesën e temave. Kemi dëshirë me kuptu ma shumë për ju, për ne, për secilën që ka të bëj, sepse temat që ne i përzgjedhim janë që na prekin secilëve në forma të ndryshme. Dikon më mirë, dikon më keq, dikon na bën me u kujtu se duhet me bëni veprim caktuar që varet komplet prej nesh. E rëndësishme është me ju japë rëndësi marrëdhënieve. Mirëmëngjesi thot Afrimi, mirëmëngjes edhe për ty zotëri i nderuar, me siguri ti je në rolin e babait, po ti mund të shpendo, prapë se prapë pjesën e kujtimit që ke për babën tonë, edhe mendo, ndoshta atë rolin që dikur e ka pas, atë rigorizitetin që përshkruhet në për libra, apo ashtu si që është spjegu prej tjerëve, që gjithmonë, ose kur kemi pas me diskutu diçka, domethënë baba është ai që ka marrë vendimin kryesor. Tash nuk po flas për barazi gjinore në këtë rast, ose mundet me, kjo është barazi, po të paktën përfundimin me thonë baba, me kriju figurën. Prej fëmijërisë krijohet ajo figurë, domethënë kur nana e lën që keni pa për shembull shpeshher vajzat i kanë ato, po duam të shku këtu, po duam të shku. Edhe djemt i kanë, secili ka, po janë pak më neglizhent në këtë pjesë, edhe përgjigjen përfundimtare shpesh e kërkojnë prej babës. Ka nana që janë shumë ka një rol më të rëndësishëm në familje, në këtë rast nuk po folim për ndarjen e roleve, po për ato që e thot po edhe jo, domethënë atë vendimin përfundimtar. Gjithçka që keni për babën, edhe një kujtim të mirë, një fotografi të mirë, sot keni mundësi me i thonë edhe babës faleminderit për gjithçka. Kështu që një mundësi e mirë me komuniku bashkë edhe me nda mendime të cilat na shërbejnë për marrëdhëniet tona. Sot kom pas teleshikues që asnjëherë nuk na kanë shkru, po teleshikues të rregullt nuk na kanë shkru, ku i kam Platorin, ku i kam Auroren, Zotri Tahiri akoma nuk na ka shkru. Zonja Fetnete nuk na ka shkru. Ku i kam, a jeni në gjumë, a jeni zua, çka po bëni, ditëve bukur, ditë me diell. E mira shaki punte, me shnete, familjen e vete, periodësha, joa. Fita, monja kena bua, disi ato muhabetet në derë të burrit. E koma gjeta di me vesi që është edhe pitë moshme dhe baba, di theke që duhet me vesi musafire të këtë gjithë pa marë para sëngë, di? Api bje kjo fitë që ta shundura më që në kome dhe kur të vje musafire, mi thonë mirë mëngjesi, si a je mirë, si ke në shpi, kretë mi vetë për të tanë, se pëthojnë aty, po thuj që nuk bën me haru kërkan. Po pra? Të moshme të kanë lonë. Edhe për para, se u këthim të kjo pjesa e respektit për të vjetrit, zakonisht kur dikush ka hynë dhomë, jemi në shanë respektit, vazhdan me qenë, kur dikan e respekton, që është në kampë. Kështu që ka shumë elemente që munde me i fut të pjesa respektit edhe me folë. Po shumë teleshikuesat, më folni për babat më sot, nuk janë të rëndësishme, nuk është i rëndësishëm baba njëta, më falni për këtë marrëdhënie. Dikon ka mujt me inspiru baba që me qenë biznesmen shumë i mirë, apo biznesmenë shumë i mirë. Dikon tjetër ka mujt me jap guxim për me vepru në gjana, për shembull, a keni pas mundësi ndoshta me pa fëmijë që janë shumë të ndrojtur dhe janë të mbyllur në botën e vet. Është roli i mashkullit në këtë rast, roli i babës, i axhës, i dajës, i gjyshit që mundet me bo atë fëmijë me u hapë edhe me qenë pak ma i hapur, me qenë ma kundërshtues në gjana që nuk i pëlqenë. Në një farë forme, roli i mashkullit, roli i babait në përgjithësi na bën që na me u dalë përballë aty në që ndoshta trembeve, ose të paktën në një farë forme me e largu frikën edhe me komuniku lirshëm me dikon. Kështu që nuk do të thotë që na nuk kemi frikë prej askujt. Absolutisht kemi, po mënyra se si prezentohemi shpeshherë që munde me mësu edhe prej këtyre marrëdhënieve na bën me reflektu shumë të tjerë.
Po shoha shumë të tjerë që kanë mundësi me shkru për këtë pjesën në kujtim të babës, është tema që po e trajtojmë. Unë po du me marrë pjesën në ndjeshme t'jujen për babën, edhe në njëtën kohë po du me rikthy edhe të ato që ka mundi me gjetë tek portali ynë, që janë tema shumë të rëndësishme që na prekin gjithë secilin prej nash, në kohë pastrimi, në kohë renovimi, në kohë pranvere, hilet thjeshta për pastrim po ju sjellim. Cilat janë ato, kur bëjmë dush, për shembull problematika më e madhe sotme, ditëve të sotme është kur ato që mirën me pastrimin e banjës, ose dush kabina. Jemi të preokupuar për pastrimin e vetvetes, të në kjo sa shpesh vreni nevojën e pastrimit rreth vaskës që i thoni vetës që të mos harroni ta pastroni më vonë, por pastaj harroni plotësisht pas i thoni. Sipas mbretëreshës së pastrimit Vanessa Amaro, ai problem mund të rregullohet lehtësisht me atë që ajo quajnë hilja më e mirë e pastrimit të jetës suaj. Është një pretendim mjaft i guximshëm, por ajo thotë se gjithçka që na nevojitet janë disa prodhime që mund të gjenden tashmë në kuzhinën tuaj. Amaro rekomandon të merrni furç që ka hapësirë mbushje ose diçka të ngjashme, pastaj mbushni dorëzën me një përzierje 1:1 të sapunit të enëve dhe pak uthull të bardhë. Pas kësaj thjesht duhet të gjeni një vend kur në dush mund të mbajmë furçën çdo herë e pastaj ta përdorim në përfundim të larjes. Amaro thekson nëse do të ndiqni ndonjë nga këshillat e mia, ju lutem le të jetë kjo. Pjesa më e rëndësishme, ndoshta edhe më problematike, është pjesa e pastrimit banjës. Kush e merr rolin, domethënë, përpara ka pas kush u la e fundit e ka vazhduar, se tash nuk po ka larje çdo të diel. A ka bidoj? Po vallaj fit. Jo uj, kafe, çaj, llokum, çka dush? Se sa herë përmendi llokumin, më vjen mend ajo nga kafe e llokum. Ta kumbo me kajmak qysh ki qefti. 2 herë e ke vlua? Po më do këtë që po, fitoj ti i mrekullueshëm në çdo formë dhe gjithmonë na rregullon disponimin të paktën mua dhe përmes me pastaj mundem me shku te teleshikues ton edhe me kuptu pak më shumë se si e kanë. Unë po marr komente të vazhdueshme, jo vetëm këtu në pjesën ku flasim për temat, po edhe jashtë televizionit. Hajde t'ju shoh flisni për babën. Pse mëre kështu? Me po më thonë për nonën? Me siguri duke nis prej kameramanëve që kam në studio, për nonën kanë më fol shumë më shumë. Apo? Ma kalon baba, tybe amanet. Çka të kalon më refit baba amanet? Baba e nona gjithmonë na japin amanete të mira që na duhet mi marr parasysh edhe duhet se asnjëherë asnjë baba, asnjë nonë nuk e motivon ose nuk jep mësime të këqija një fëmijë. Kështu që amanetat në këtë rast janë këshilla që na duhet me i zbatuar dhe që kanë me ndiku drejt për drejt në jetën tonë. Fit kisha thirrë që të në studio, edhe na dy me fol bashk, me fol për këtë marrëdhënie shumë të mirë, ndërnjerëzore, sepse tash do t'ju japim shumë rëndësi marrëdhënieve ndërnjerëzore. Hajde t'ju shoh çush jeni me matematikën. Këtë pyetje nuk ja bëj vetës asesi, po është një problem viral matematikor, kontrolloni sa mirë jeni në veprimet aritmetike. Kush mundet, ose sepse regjia mundet me sjell të material, sepse kemi tek portali, njerëzit që debatojnë për zgjidhjen e këtij problemi të thjeshtë matematikor, a dini zgjidhjen? Kur thonë në thjesht për matematikën, për mua është si astronomike. Detyra u bëha që famshme sa hyri në trendet kryesor në Twitter pasi u postua atje nga një përdoruse. Problemi viral matematikor është që është pjesëtim për 2 klopat 1+2 e barabartë në pikpyetje. Detyra tërhoqi shumë vëmendje dhe me mira komente nga njerëzit që u përpoqën ta zgjidhnin atë. Ndërsa disa pretendojnë që përgjigjja e saktë është 1, të tjerët mendojnë se është 9. Ju si mendoni cila është zgjidhja? Zgjidhja e problemit është kështu. Një matematikan shpjegoi se cila zgjidhje është e saktë në një video në YouTube që është parë me më shumë se 16 milion herë deri më tani, sepse problemet me matematikën domethënë nuk janë vetëm tek unë, po ka shumë njerëz që kanë probleme të tilla.
Në të vërtetë, për të arritur në përgjigjen e saktë, duhet të dini sekuencën e saktë të operacioneve të llogaritjes. Së pari klopa zgjidhen gjithmonë, dhe kështu ne marrim numrin 3 klopa. Pastaj klopa hiqet dhe një shenjë shumëzimi shfaqet midis numrave 2 dhe 3. Disa njerëz mendojnë se shumëzimi duhet të bëhet para pjesëtimit, kështu që ata vinë në zgjidhjen 1. Sidoqoftë, matematika moderne nuk i jep përparësi shumëzimit, por veprimet që vjen i pari nga majta në të djathtë. Në këtë rast, ajo është pjesëtimi dhe zgjidhja e problemit është 9. Kështu që matematikisht s'ka shanse. Qysh fit? Matematikisht s'ka shanse. Valla bash matematik. Po më duket bash si kjo që tha matematikisht nuk ka shanse. Edhe matematikë 3 herë 8 24. Aja nisë fit me matematikën sa ba ma mërbur se e lodhshëm është për trunin. E dikush që e don matematikën edhe unë një shumë njerëz që duhen edhe që janë profesionist në këtë fushë, edhe kom pas rast me po teksa jam përballë me një zgjidhje të problematikës, domethënë me zgjidhjen përfundimtare kur një profesor ka jap një detyrë, edhe në fakt që zgjidhja duhet me qenë kjo. Kam pas rast që një javë ditë janë marrë me atë edhe në fundit formula ka qenë gabim. Gjatë vella ka 7 pasula bojnë 42. Para mënohet me pasula. Kur kemi qenë fëmijë, edhe kjo ka qenë një prej ushtrimeve me fasule, mandi në biologji, nuk e dija e bojnë sot fëmijët, ndoshta ju që keni fëmijët pak më të mëdha, ato gjethat me i vendos, jo, pse mëre, bashkë mira në konë që është të kemi mësu për pëmë, qëfar lloj fidanish është kë? Është rapa, qëfar pëmë kemi, a kemi ora, qëka? Ta është vish me telefona, diçka që shtu përbëj kanë. Pse more kështu? Po shoh që kemi edhe më simvën se në këtë rast ndoshta munden me ndërhyjtë kjo pjesa dhe me më tregu pse nuk janë ato farë. Si lloj pentagramesh kanë qenë edhe adi sa me lezet i kemi prezantuar në shkollë. Po prapë ndoshta nuk kemi mujt me marr ato sakt. Ai njohim llojet e pemëve. Po kalojmë, po devijojmë ka njerë prej temës në temë. Por i themi në këtë rast edhe me siguri, tash është ora 8, 8 pa 4 minuta, që do thotë sigurisht dujme mendu për pjesën e përgatitjes së drekës, diçka që është shumë e përdorshme tash janë hithrat, edhe që mundemi marrë gjithandej, kështu që sot ju propozojmë një supë me hithra që është shumë e shëndetshme, edhe ndjekim recetën. Plot vlera me hithra, karrota dhe patate. Hithra është një barishte e fuqishme në aspekt vlerash ushqyese dhe kruese për organizmin e njeriut. Në këtë periudhë të vitit, lëndinat, kopshtet e bashqet janë plot e përplot me këtë barishte të cilës i thurën shumë lavde. Hithra është një bimë premtuese në trajtimin e sëmundjeve të Alzheimerit, artritit, astmës, infeksioneve të fshikësisë së urinës, bronkitit, gurve në veshka, sklerozës e shumë të tjera. Për më tepër, hithra përdoret për të luftuar zboksin dhe hequr yndyrën e tepërt nga flokët. Përbërësit për supën janë: 1 qepe prerë holl, 2 thelpin hudhre të shtypur, 1 patate mesatare prerë në copa të vogla, 1 karrotë mesatare prerë në copa të vogla, 3 filxhan çaj lëng perimesh, 3 filxhan çaj plot me hithra, krip dhe piper. Përgatitja: vendosni të nxjerrën në zjarr dhe hidhni në të lëngun e perimeve, qepën, hudhrën, copat e patateve dhe karrotave. Kur të marrë lëngu val, uleni temperaturën dhe lëreni të zijë për 5 minuta. Më pas, shtoni hithrat dhe prisni sërish 5 minuta të tjera derisa patatet janë zbutur dhe hithrat janë tretur. Hiqeni të nxjerrën nga zjarri dhe lëreni të ftohet pak. Më pas, të gjithë përbërësit e supës përziheni në një mikser derisa të përfitoni një masë homogjene dhe kremoze, të cilën duhet ta hidhni sërish në tenxherën fillestare. Ngroheni pak dhe pastroheni me krip dhe piper. Për ta servirur, hidhni pak vaj ulliri në sipërfaqe dhe arra të pjekura. Ju bëf të mirë! Ylli të arteve marciale, Bruce Lee. Be formless,
Në fillim, ai njehej me emrin e plot, John Adam Belushi. Njëri prej tyre është edhe John Travolta. Atë ditë korriku, Bob Dylan po lëvizte me një motor rrugëve të Woodstockut. Fituesi i çmimit Oscar, Marlon Brando. Kjo është historia e vdekjes, ndoshta e Jim Morrison. E të madhit Elvis Presley. Muzika është arti i shprehjes së ndjenjave. Atje ku djeli dhe bota nuk na sheh. Humza Kovaçi mendohet të jetë muzikanti i parë në qytetin e Gjakovës. Thuhet se ishte instrumentisti i parë që luajti në Sharkin me 12 tela. Ajo gjara lindi në vitin 1835. Mësohet se dikun rreth moshës 25 deri në 30 vjeç, Ymeriza shkoi tek Ramadan Ganga për të mësuar të luajë në Sharki. Din Bakia lindi në vitin 1892. Ishte pjesëmarrës në ngritjen e flamurit në 1912 në Vlorë. Bashkë me të u ofrua edhe Ibrahim Hoxha e Adem Babalia. Nuk ka pasur mundësi të paramendohet rrethi i Ymer Agës pa Ahmet Kolin. Figura më emblematike e muzikës gjakovare dhe jo vetëm. Emri i tij presupozon Gjakovën, e Gjakova lidhet ngushtë me emrin e tij. Që nga sot mua s'keni pse të mëftoni në dasma. Tashmë ju e keni mjeshtin e ri, Ymerizën, që luan më mirë se unë. Bie Sharkia Ymer Agës, dridhën telat shpirti gjallë. Rreth e rrotull rinë rinia kur fillon me ra Sharkia, zemrat flak, ajo i kallë. Bie Sharkia Ymerizës, gishtat kthejnë mbi telodrojnë. Plaku kangës kur janis nën mëkamin e Sharkis trupin dridhmen e përshkojnë. Bie Sharkia Ymer Agës flet mbi shkuemen plot me gjak, mbi Tiranë që shkretuen dhen, e mbi burra që mbrojtën atë dhen, kur këndon Ymeri plak. Qaj lisyt për kafe pëstoj. Fillojmë ditën me ngjarje, kafe, llafe dhe plot storje interesante. Menitën, mëngjesi në syre. Çdo ditë, e hën deri të premten nga ora 7. Jemi rikthyer në studion e mëngjesit dhe po vazhdojmë sot me fol për rolin e babait, për figurën e babait, ndoshta për dhimbjen që ndjem që nuk e kemi, po edhe për falënderimin që e kemi. Kështu që sot tani për momentin studia është mbush me disa punime që një babai, një vajze që me siguri e ka lastu shumë, babai i Rezartës i ka bë. Po sot babai i Rezartës nuk jeton. Zotri Aliu fatkeqësisht ka humbur jetën, jo shumë kohë më parë, domethënë para një muaji, po ne kemi më fol për anën e mirë që ka lënë, domethënë për atë marrëdhënien e mirë që ndërtojnë babe bi. Mirëmëngjes Rezarta. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Me siguri mëngjeset me babin kanë qenë ndryshe. Si kanë qenë mëngjeset me babin, fakt? Nëse mundem me i kujtu, kanë qenë shumë të mira, edhe pse mëngjeset nuk i kemi fillu krejt kohën bashk, edhe kur isha në kohën pa martu, sepse është zgjuar shumë herët edhe ka fillu punën, se babi ka qenë edhe mësimdhënës. Ma shumë i kemi kalu mëngjesin me mamin, se sa me babin, kështu që nuk muj me e mbajt ndoshta përveç vikendeve që i kemi kalu bashk. Nga pasqyra që ai gjithmonë e ka prezantuar, po besoj që ka qenë një njeri shumë familjar. Ekstrem. Ka qenë një babi për krym. Jo që tash nuk jeton më, mja thonë këto fjalë, po që ndihem e kompletume që edhe kur ka qenë gjallë, gjithmonë i ka pas këto fjalë që
dashnin ton, respektin ton, ka qenë më të vërtet një i shkëlqyer. Unë po besoj që secili prindër ka rolin e vet, por në këtë rast tek vajzat më shumë e ka të rolin vendimtar baba. Ti çush e ke pas marrëdhënien? A ke mujt me fol gjithçka me babën? Përveç babë dhe një shok i ngushtë, ndoshta për faktin që kam qenë vajzë vetme, pas 2 vëllezërve, kam qenë harmonia e familjes, një raport shumë ngushtë, nuk jam ndi as pak indiferente në çdo bisedë me të, më ka afruar shumë, edhe me të vërtet kemi pas një lidhje jashtëzakonisht të madhe edhe e ndi një boshllëk shumë të madh. Tash që çdo mëngjes jemi mësu me komuniku me Viber, se kjo periudha e fundit, viti i fundit, ishte ai momenti kur i runim shumë 2 prindrit edhe nuk më ishëm me pas kontakte, me telefon, me rrjete sociale, këto me kamera, krejt kohën, po na munkan. Po a ke qenë llastuna e babit, domethënë a ka bo diferencë mes Artanit, Abit edhe teje? Me siguri ka bo. Ka pas një përqindje se ka qenë shumë përkrahas i vajzave dhe femrës në përgjithësi, e ka respektu dhe e ka vlerësu jashtëmase një femën. Edhe besoj që po, ka i herë kemi pas ato bisedat me vëllezërve që atje lastruja e babit edhe me ka dhe po të lojmë pak, ka dhe anash edhe s'po mirëm fort me ty se babit ka lastru. Shumë mirë, neve gjatë bisedës do të mund na shoqërojnë edhe ato fotografit, një kujtime shumë të bukura që i ndajmë me babën dhe falenderoj shumë për guximin që e ke marrë, se ndoshta shpeshherë kur flasim për marrëdhënie të tilla nuk marrim edhe guximin me fol. Po sot këto punime, na kemi pas në fakt temën e riciklimit edhe atyre ditëve, baba juaj humbi edhe jetën, po sigurisht nuk duhet me të kalu sepse ka qenë një rol i rëndësishëm. Këto punime, atë ka tregu, si e filloi ai? Ka qenë rastishme, ceka dhe me larë që babi ka qenë mësimdhënës, edhe momentin e pensionimit ti, gjatë gjithë kohës në shtëpi edhe për me kalu kohën, filloj me këto, po që ka qenë edhe një njeri natyrës, ka dosh natyrën, ka dosh me mbrojt natyrën, edhe çdo gjë që ka pa në tokë të jashtëligjshme, ai me një herë ka marrë ose ka hudhë në mbeturina, edhe pse s'ka qenë pjesë që na kemi hudhë ose anasjelltas. I ka marrë, ka fillu me mbledhjen e revistave, edhe çka me bo me to, i ka lind ideja me i fut në përdorim, gjitha gjanat që ndoshta për syrin ton kanë qenë shumë të papërdorshme. Ka fillu me disa punime më të thjeshta në start, edhe tu ju vlerësu puna, tu e përkra, e ka ndijat plotësimin edhe e ka shpreh gjithë energjinë e tij në punimet e veta, gjithë qetësia e tij ka qenë në punimet e veta. Derisa nuk ka qenë në pension, ka prezantuar këtë kreativitetin në shtëpi, domethënë ka qenë i përdorshëm në shtëpi? Gjithmonë, unë prej se jam ba me ditë edhe me fol, unë babin e kam pa me një shpirt artisti. Babi përveç këtyre punimeve ka qenë edhe një lloj piktori, që është marrë me pikturat, me skulptura. Unë i thesha, bab, ti je dyqysh shumë dimensional. Ka qenë një elektricist i mirë, ka qenë një familjar i mirë, një bashkëshort i mirë, përveç një bab i përmbushun, edhe me këto punimet e ka kompletu tamam veten. Kështu që një figurë e plotësuar në këtë rast, po na shoqërojnë edhe fotografitë e disa prej punimeve që nuk i kemi këtu në studio, po me siguri ka pas shumë. A filloi me i shit mandej baba këto punime, sepse me siguri është ndjej i vlerësuar për këto dhe me të vërtetë janë për me u vlerësu. Tipi i babit ka qenë shumë modest. Edhe krejt punimet, bile kur ja nisim ju vlerësu, ka qenë edhe pjesëmarrës në për shumë intervista televizioneve tona kosovare. Edhe fillum na, sidomos unë isha ajo shtysja që bab po ta krijoj një faqe që ti më i prezantu edhe vllau i madh ja hapi faqen në Facebook me reciklimi.
Mirë po, ka qenë aq modest sa që jo, abde nuk ka nevojë me ushqit, këto jam të i bo për ju, për familjarët, nuk e ka pa si pjesë biznisi, po që vetëm e përmbush atë egon e vetë dhe dëshirën e vetë që me kriju diçka dhe me lënë pas diçka. Sidomos në periudhën e fundit, unë si vajzë e ti kam qenë shumë përkrase, desha me pa që është të ishit, është të ju vlerësu puna, edhe pse në vendin tonë është pak puna dorës nuk vlerësohet edhe aq sa duhet. E vlerësoj ma shumë ndoshta diçka të gatshme, të fabrikume, se sa të punune prej dorës. Edhe po me këtë rast, ndoshta ja kanë di zemra që mo nuk do t'jetë mesin tonë dhe ka dosht me nalon sa ma shumë kujtime. Po, ti ke marrë atë pjesën artistike të babës, sepse Rezorta ka një biznes në cilën shumë vite funksionon edhe bën art edhe në thonjë. Po. Edhe kështu që e ke marrë atë trashëgu. Çka tjetër ke trashëgu prej babës në këtë rast, prej pjesëve të karakterit që... Babi ka qenë një karakter i fort, ka qenë një njeri butë, shumë modest, besoj që jo vetëm unë, po edhe dy vllazërit e me ja kemi trashëgu këta. Qetësia jonë shpirtërore, të drejtë, e përkrajmë drejtësinë shumë, nuk i bëjnë pa drejtë kërkuj, të paktën me... Edhe gjitha këto elementi keni marrë prej babës. Artani nuk është se e njoh shumë, e njohim gjithmonë nëpërmjet ekranit, Artan Muhaxhirin, një gazetar i njohur i sportit, Abin që çdo mëngjes me siguri e kemi konkurrent mëngjesi, po Abi është më i hershëm edhe fillon emisionin e tij qysh në orën 5 në Dugagjen. Po gjithë keni marrë elemente që janë më të mirat prej babës në këtë rast, një trashëgimi shumë e mirë shpirtërore. Qashtu, përveç nesh edhe nipat e mesat e veta nga fisi i gjerë, kemi, do më thonë, jemi një familje ndoshta me talentat pas volu nënde, se prej modestis nga një herë edhe në deta nuk është apo, se s'ka modestis, se nuk është shpaq. Po nga një herë i thajsha edhe babit, ka herë na keni mësu me modestit të prume. Po që gjithmonë ka thonë që talenti ose vlerat e një personi vlerësohen ma shumë nga pala e tretë. Nuk është interesant me tregu veten që unë jam, po është interesant me dëgju prej palës tretë dhe që ajo të përmbush shpirtnisht. Po du më këthi edhe të një pjesë tjetër shumë e rëndësishme, tek, ai ka, deri në pensionim ka funksionu edhe si mësimdhënës, pa ka qenë mësimdhënës edhe në shtëpi, se roli i mësimdhënësit dikur ka qenë pak më rigoros, a ka transmetu këtë pjesë edhe në shtëpi? A ka qenë i rat ndonjëherë? Po, sa i përket edukimit ka qenë një baba shumë i rat. S'ka bu kompromise? Jo. Përveç shkollës, mësusës që e kemi pas në shkollë, kër jemi këthy në shtëpi, nga ka prit edhe një mësus i dytë, që gjithmonë thoshte leni anësh në gjitha, mas pari mësimi, pas ta i kua lirë. Kështu që se cili e keni marrë të mësim shumë mirë dhe se cili e keni funksionu njët, keni shkollu, jeni eduku dhe sot keni punat e juaja. Jeni të panvarur. Jemi të panvarur dhe i falenderohem. Jemi falenderu si ashtë mase, si për babin, si për mamin, që na kanë qenë përkrasë në gjithdo veprim tonin, në gjithdo hap tonin. Babisim në qëse mundë me cek... Gjithçka që kemi për babin sot kemi me ndoha. Ka qeni mësimdhënës që ndoshta vendit ton i ndosht shumë t'il, ka bo me zemër dhe ka përkra shumë breza, ka përcjell shumë breza për cilë du me i falenderu që në asnjë moment nuk e kanë harru babin, deri në frymën e tij të fundit, nxënësit e tij të parë, sidomos një mesazh më ka prek shumë nga një ish nxënëse e tij para 40 viteve që ka qenë gjenerata e parë e babit, me një mesazh ku thoshte që ka qenë aq i përkushtuar me mësim sa që as nuk na kish harru ku bankat ku kemi qenë të ulun. Do më thonë, ka qenë aq i afërt, aq
Nuk kam fjalë me përshkru sa që ju kam betë në mendje dhe si mësus plot të gjeneratave. Një falenderim shumë të madh për tyre që edhe në momentin kur ishte i shtruar në spital, ishte 7 marsi, dita e mësuesit, shumë nxënësa të tij e kanë çmu, e kanë vlerësu edhe du me ju thonë që përkundër faktit që nuk ishte në gjendje me fol, unë dhe 2 vëllezërit ja kemi lexu çdo mesazh. Edhe nuk më kemi fol me dorën në zemër, i ka falendëruar gjithë. Do me thënë edhe në atë moment që ndoshta njeriu mendon mundet me mendu vetëm për vete, kur është në momentet e fundit jetës, ai prapë ka shpreh falenderimin. E ka shpreh falenderimin për gjithë, jo vetëm për ta, po për gjithë familjarët, për mjekët, për ne, pa diskutim, që çdo mbrëmje kur largosha prej spitalit, ka qenë një pjesë që gjithmonë ka me pas si fotografi para vetes, falenderimi i tij me dorën në zemër. Bravo për guximin, sepse kur flasim për babin, edhe sidomos në vajzat prekemi edhe me pas babin çto kemi me kajtë me kesh në të njëjtën kohë. Po du më kthi edhe të marrëdhënia, ju thatë që jeni shumë talenta dhe këto i keni si talent të fshehur, po mbesat e veta, çka trashëguan për gjyshit? Ose si kujton ti vajzën tënde, vajzën e abit, si që kanë pas marrëdhëniet me gjyshin? A ka qenë një gjysh që i ka lastu? Ekstremisht shumë, për shka edhe ka njëherë unë kam qenë pak e rrept ndaj babit, bab shumë jetu i lasdru. Unë kam qenë ajo nona ma rigoroze dhe me pasën vi çdo san, ai ku i ka pa në qetësi, ka shku me njëherë dhe ju ka shti flakën, në që se muna me thonë. Fatin më të madh ka pas vajza ime e madhe, Morea, me gëzu gjyshin dhe me përjetu tamam si duhet, sepse vajza e dytë dhe vajza e abit dhe niprit e tij, djali im dhe djali i Artanit, kanë qenë më të vegjël dhe kanë pas një periudhë ndoshta më të shkurt, por shumë të vlefshme. Morea ka qenë shumë e lidhun, për shka dhe unë e kam pas shumë vështirë me ja kumtu edhe lajmin e vdekjes së humbjes së gjyshit. Kanë qenë aq të lidhun, ashtë e pamundshme me pa dyqysh një lidhje. Atë babin që ka qenë rigoros me atë babi? Babi ka qenë ndim edhe kraj djathti imi gjithmonë, përveç me edhe për fëmijët e mi, bashkë me mamin. E ka mësu Moren përveç mësusës vetë edhe prej ABC-s. E ka rrit, e ka eduku në mënyrën më të mirë të mundshme, po që edhe i ka lastu edhe me ato lojnat e tyne nuk ka pas kompromis. U bo orokullis me ta në përdhom, kanë lujt fshehura zi, sa që tash edhe fëmit, kur po hynë banes ku kanë jetu, gjatë gjithë kohës shkojnë në për dollapa, gjësh me kërku që nuk po e pranojnë faktin që kanë ndru jetë dhe por kërkojnë çdo cep të dhomave. Po kujtimet janë trashëgimia më e mirë që na lënë të afërmit në këtë rast. Rezort, unë të falenderoj nga zemra që e këndo këto emocione që nuk janë të vështira me undo me gjithëkënd në këtë rast, me teleshikuesit tonë që zotrin Ali Muhajgjiri e ka njoftë jo vetëm si mësues, po një njeri që ka kriju veprat cilat ne sot i kemi në studio, edhe për të në ka edhe shumë të tjera që me siguri kanë gjendurata përveç edhe më të afërmit. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë për ftesën, urime edhe për emisionin, komplimente për thjeshtësinë, që ndrog me qenë kështu çështja dhe sot. Faleminderit shumë edhe na keni përmbush shumë si familje me ftesën e juaj. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë, kënaqësi për mua që ju kisha, edhe kënaqësi me bashkëbisedu me Cecilin për rolin edhe rëndësinë e babait në jetën tonë. Po i falenderoj miqtë tonë që janë sponsorët tonë në këtë rast dhe do të kthehemi me të tjera materiale në studio.
Qaj lisyt, për kafe për ftoj. Fillojmë ditën me ngjarje, kafe, llafe dhe plot storje interesante. Menitën, mëngjesi në syre. Çdo ditë, e hën deri të premten nga ora 7. Jemi shkëput me pjesën e rëzartës që e ndodhi pikërisht marrëdhënien e saj me babain që kishte, sepse vajzat thash jemi shumë të lidhura me këtë rol të rëndësishëm në jetën tonë, po gjithsecili ka një kujtim dhe ka një falëndrim dhe unë jam shumë e lumtur që kam një kujtim shumë të mirë nga zotri Alia që tashmë nuk jeton, po që janë krime të tjera që kanë jetuar pikërisht në këtë studio. Ne do t'i kemi si pjesë të dekorit tonë të kësaj studie që japin jetë. Domethënë ne kemi shembuj mirë në shoqëri që shumë njerëz edhe përkundër moshës dëshira për punë nuk ju ka mungu, vullneti për punë ka qenë i jashtëzakonshëm edhe kemi për cilë shembuj ditë pas dite që mosha nuk mundet me bë diferencën edhe me shfaqjes e me venit pjesën e vullnetit për punë. Nuk ka kohë pensionimi për disa, ka thjesht sa ndihesh i fortë, sa ndihesh krijues edhe sa nuk je dembel. Kjo është një shembull shumë i mirë për ata që janë shumë dembel edhe po thonë jo s'ka punë, jo ka punë. Ka punë për janë që bënë vërtet dojnë me punu. Se më bërë të nervazën këtë pjesë, kur vje puna. Kur më thonë disa nuk ka punë, pak po bëna nervaz. Mirë mëngjesin, a thotë Skënderi, mirë mëngjesin dhe për ty shumë i nderuar. Më folë pak për pjesën e babës, cilë është kujtimi apo falëndërimi për baban. Blerta thotë mbështetja më madhe është babi, lum ai kush e ka ende. Babai është heroi i çdo vajze, patjetër më Blertë. Lum si ti që ke pas një babë të mirë. Po vazhdoj me një tjetër komand, përshëndetje Nita, më kujtohet kur vike më pushim 3 javë baba gjatë verës, edhe kretë kohën u mundoj ke me shfrydzu me fmit dhe babën e kam pas shok, mamën e kam pas pak vështirë, po për dytë kam kujtimet mira edhe duhet mi dash të prind se kur po plakën pak pi respektojnë. Një mesazh shumë i mirë i Santiagos tonë që gjithmonë na shkruan, domethënë me sa kuptova roli babait edhe i nënës janë shumë të rëndësishëm. Në këtë rast babën e pas këtë pas që keni pas mundësi me manovru, domethënë me kërku pak ma shumë sepse nëna ka luajtur atë rolin rigoroz. Shpesh ka diskutime në shoqëni, ka diskutime në familje se kush duhet me bë rolin e vështirë. Është shumë e rëndësishme ndoshta me pas to për një pjesë të edukimit të fëmijëve, po jo, domethënë jo siç e përshkruajmë si që përshkruajmë prallat rigoroz, po me pas rregulla dhe edhe fëmijët me ditë limite deri ku i kanë. Faleminderit Santiago shumë edhe për mesazhin në fund që e dha që duhet me i dash të prind se kur po plakën pak po i respektojmë. Po du më unal ndoshta te kjo pjesë, ndoshta te një pjesë shumë e rëndësishme, se cili tash kemi fillu mu modernizua dhe për na pëlqejnë jetesat me qenë të ndame prej familje se cili me pas jetën e vetë. Në rregull, që se cili vendos vetë, po në anën tjetër kujdesin dhe e prindërve duhet me qenë maksimal, po kur e ke afër e ndjen çdo shqetësim. Muj me full edhe për këtë pjesën që shpesh po du me bo diferencen, po du me bo diferencen në kuptimin që djemt jam pak ma, nuk po thom të gjithë, po disa, mendojnë që nëse ndihmojnë materialisht një familje kanë kry gjithçka. Ndërkaq në anën tjetër janë vajzat ato që i ndijnë pak më shumë problemet, e ndijnë kur baba nuk është mirë, e ndijnë kur nana nuk është mirë, jo vetëm sa i përket shëndetit, se shpesh njerëz janë me mision për më na prish disponimin, po këto gjëra janë më të ndjeshme. Nuk po them, edhe djemt e bëjnë këtë, po mendojnë që pjesa materiale ndoshta mundet me u plotësu. Ndonjëherë pjesa më e vështirë është pjesa shpirtërore me u plotësu. Kur flasim për shpirtin, flasim për marrëdhëniet, flasim edhe për diçka tjetër, po i kthejmë edhe pak shëndetit. Në këtë rast tek një artikull tjetër që tek receta na përcjellëm diçka me hithra që mundem me i gjetë në një shëtitje nëpër vendit që na po i vizitojmë gjatë ditëve apo gjatë vikendit. Shkukëzën e kemi apo te palestra sporteve shumë prej gjysheve, nënave, kushdo që ka mundësi mundet me mbledh hitrat, edhe na shpesh e praktikojmë që në pranverë me bo pite me hitra. A më duket qesin parë në pite me hitra? Po e pse qesin qatë parë? Ma shumë i tutët shqiptare, që ti të borgit.
Fit, a di shosh më tre me hedh. Besa hithi se pas ke marru me ceka aty të pjesa recetës se hithrat munden me ndihmu edhe te ata njerëz që vuajnë prej reumes. Domethënë reumatizmit munden pak me përdor te pjesa, zakonisht reumatizmi tek pjesa e këmbëve është më shumë e fokusuar, edhe me mbështjell me nylon, qese plastike, gjithë trupin është pak, domethënë në momentin kur largohen ato ke siklet, se fillojnë ato shqetësimet me kruarin, por në këtë rast është një ndihmës shumë e mirë. Hithrat kanë dobi të ndryshme. A di shka ka thonë, po të, ja të ndoj vetën. Po më refiton që shtu kom një më kanë thonë që shtu, më thanë, për thëmë. Qa me bo? Hahet për kjo? Hithja hahet, rehesh në këtë rast, a përshë ti vete përmendë që mundesh i tu të dikush, a ke po, nuk dikush i kujton për shumë, a kanë rej me hitha? Jo, për para s'kanë rej me hitha, jo. Qa kanë qenë ato? Kanë qenë si dole i shtagash, se ato fshisa që i kanë përdor për para në probore. Më duket me që ato? Do më thonë, unë nuk pas nga mardhënje me kësi trene, a përshë po vrehet që prindrit tonë nuk kanë përdor dhunë. Për para, dikush vetëm rrypin e ka kalëzë, cak. A që se kom qëto i rëbre, shtash t'i mi boj që atë melodin që e kryon e në gjallë frikën, edhe këtë fëmit i ki po traton. Po kënejnë atë nërë që ka njësa se gjithmonë për e devijojmë. Folëm për hithrat që kanë përmbajtje shumë të lartë të hekurit, njerëz po i ndihin që kanë probleme me të ndryshme, dikush ka probleme me yndyrën, dikush ka probleme me anemi, dikush ka probleme me mungesë të hekurit, e në këtë rast kemi më u kthy te spinaqi që mundem lehtësisht me gjetë dhe me përdor, dhe kemi pjesë të kuzhinës tonë, shumë shpesh e përdorim, domethënë ato pitet e famshme që i bëjmë apo burjanin që e bëjmë. Kështu që spinaqi rrit nxitjen e bakterieve të dobishme në zor, është edhe një tjetër ndikim që spinaqi përpos përmbajtjes së lartë të hekurit mundet me ndiku edhe në pjesën e zorëve. Pavarësisht nëse fusni në sosin pesto, domethënë pesto është një sos i cili krijohet edhe me spinaq edhe me disa erëza të tjera, por që japin një shije shumë të mirë, sidomos së pastave, e përgatitni një tigan me vaj ulliri dhe hudhër ose bashkoni me një sallatë plot me arra dhe boronit. Spinaqi është një shtesë e shijshme në dietën tuaj. Na mundemi të përdorë edhe për këtë pjesë, po ka fillu shumë me qenë edhe pjesa e smoothieve që munden me bëj me spinaqe dhe që janë shumë të kanë përmbajtje të lartë të vitaminave të mira, e në këtë rast këto vitamina, absorbimi i këtyre vitaminave mundet me na sjell shumë dobi. Kur është fjala për hekurin, nga një mjeka ka mësuar që kur dojmë sa më shumë me marr përmbajtje të hekurit, gjithmonë në vend të uthullet që ndoshta e shtojmë nëpër sallata, në këtë rast është mirë me shtu lëngun e portokallit sepse ai na bën që hekurin me absorbu shumë më shpejt. Ushqimi i gjelbër megjithëse është i pasur me vitamina, minerale dhe antioksidant, duke bërë atë nxitjen e përsosur të lëndëve ushqyese. Është gjithashtu një burim i shkëlqyeshëm i fibrave i cili promovon një sistem të shëndetshëm tretës. Por fibrat nuk janë vetëm arsye që spinaqi mund të ndihmojnë në shëndetin tuaj të tretjes. Një studim i fundit ka zbuluar se zarzavate të tilla si spinaqi dhe marulet nxisin rritjen e bakterieve të dobishme në zor. Arsyeja, këto perime natyrshëm posedojnë sulfokinovoz, një sheqer që përmban shufër. Spinaqi në veçanti përmban sasi të bollshme të shufrit, kur bakteret e specializuara në zor prishin këtë sheqer kompleks, ato lëshojnë sulfur, hidrogjeni, një gaz që është i njohur për erën e keqe. Me fjalë të tjera, kjo mund të jetë arsyeja që ndjeheni të gazuar pasi keni ngrënë zarzavate me gjethe jeshile. Mund t'ju ndodhë shpesh ndoshta edhe konsumimi i sallatës jeshile në këtë rast, apo qeve të njoma pjesa që përdoret, në tërësi mundet me u përdor, po pjesa ndoshta që preferohet më shumë pjesa e bishtave, në këtë rast edhe spinaqi, edhe mundet me kriju gazra në zor që lirimi i tyre ka më na bëu me u ndje më shtirë. Kështu që nëse shpesh thoni kam ngrënë sallatë po ndina si kaq me barkun, do thotë që po e bën efektin e vet tek pjesa e zorëve. Në këtë rast edhe spinaqi mundet më përdor shumë mirë me një kombinim të mirë të arrave, arra moskate, çfarë do arra që keni në shtëpi, edhe me i përdor edhe me limon, edhe është një kombinim shumë i shkëlqyer ndoshta edhe për një mëngjes të mirë, dietal të shëndetshëm dhe me përplot vitamina. Studiuesit vlerësuan se këto gjetje të rëndësishme dhe befasuese, sepse studimet e mëparshme kanë treguar se produktet e qumshtit me shumë yndyrë dhe mishi janë burimet kryesore të gazit me erë të keqa. Tani zarzavatet me gjethe mund të shtohen në listën e ushqimeve që krijojnë gaz, është e rëndësishme të mbani mend se gazi është normal.
Domethënë nuk duhet me pas telashe kur kemi probleme me gazra, se secilit na ndodh, nuk duhet me marrë si kompleks, është thjesht si mi shkon hund, kështu që veç goksima nuk pranohet. Po foli shumë normal për këto pjesë. E di që Fita kritikon në këtë rast, po i them komentave mirëmëngjes Gjakom nga Lugano e Zvicrës, jeni të mrekullueshëm, po të që mu let goja në kret qabona. Fit, fajti kiti, se s'ka uj. Hamza na ka përshëndet, po Hamz val pak për babën. Unë e di që ti ke shku shumë herët, ndoshta larg vendit, ti je detyruar me shku, me gjetë një punë atje dhe me funksionu, po ku ka qenë baba, ku ka qenë nana, i ke lënë në Kosovë dhe kush është kujdes për ta? A jetojnë ata ende? Ka shumë mundësi për me folë për rolin e prindëve në jetë, ka edhe shumë faqe cilat në fakt prindërimi janë faqe cilat të funksionojnë edhe që munde me shkëmby eksperienca edhe në fushën e prindërimit. Uroj me gjithë zamër që ju keni kalu qastet mira me ne. Hamza po na ka shkruar prap, lum, ai kush i ka prindrit gjallën me babin kom qenë si shok. Sa mirë, domethënë, a pishon e krejt kuën pas na para gjykut, i thonë një djemt jo vetëm qikat kanë marrëdhënie të mira me babën, jo edhe djemt kanë marrëdhënie të mira me babën, po në këtë rast ndoshta do të kishte qenë shumë më mirë që me pas edhe një kolegë që kishte mujt me nda këtë eksperiencën, se cili më fol për pjesën e babait, unë fola për pjesën e babait, për llastimin e gocave që bën prej babait, por në këtë rast ka edhe shumë që janë të lidhur me babën prej djamve, edhe që e trajtojnë si shok, mund ndar me fol tema shumë të ndjeshme, edhe me jap zemër pak baba ndoshta në fazën kur është djali në kohën e pubertetit, por në anën tjetër është një rol shumë i rëndësishëm nëse për këtë pjesën e marrëdhënieve të dashurisë flasim si vajza me babën, si djali me babën, sepse çdo herë kemë pas këshillën e vlefshme që ka më ndihmu. Përpara ka thonë, djahit me se ngof fjalën, goja po. Po e vërtet o Fit, edhe pse një sekuencë këtu që po duhet gjithçka plakut duhet më kthye atë në thanjeve të vjetra që na i kanë thonë pleqt gjyshrit tanë në këtë rast, durimtari, fitimtari, po kanë qenë shumë më të mendshme se sa këtu që po i përdorin këto zhargonet e kullerave, unë po e them. Domethënë janë shumë më të vlefshme ato çka kanë thonë vjetrit përpara, edhe na po shohim nëpërmjet emisionit mëngjesit që ata që kanë qenë më të vjetër, që janë më të vjetër në fakt, janë shembuj më të mirë që munden me na shërby rinisë sotme, secilit prej nesh për motivin për punë, për marrëdhëniet me njëri tjetrin, për respektin që kanë pas, domethënë nuk kanë pas kushte materiale, por gjithçka ka qenë më mirë, respekti ka qenë më ndryshe, dashnia mes njëri tjetrit ka qenë shumë më ndryshe, ato oraret e darkave kanë qenë shumë më të mira, domethënë i kanë kushtuar pjesës një pjesë rëndësishme të kohës të marrëdhënieve që na po thojmë, jo nuk kemi kohë me shku këtu, me shku tek disa të afërm, në këtë rast nuk po flas për periudhën e pandemisë, po jemi bë pak si tipat mërzitshëm edhe po kërkojmë që gjithçka me u transferu vetëm në lokale. Jo, ka marrëdhëniet janë diçka që ushqejnë prej anës shpirtërore, jo vetëm prej anës materiale. Kemi folë për babën, për ata që i kanë, për ata që nuk i kanë, për rolin e një mashkulli në jetën tonë, gjatë emisionit të mëngjesit, për gjithë ata që nuk i kanë, uroj që të keni edhe të mbartni gjithmonë kujtime me krenari për baballaret tuaj, për ju që i keni vlerësojnë më shumë, kushtojnë më shumë kohë, kushtojnë më shumë rëndësi marrëdhënieve që nuk flasin shumë, po që ndjehen shumë. Gjithashtu ju uroj që të keni një ditë mbar, ne ju lëm takim nesër komplet diçka tjetër, do flasim pak për gara, do flasim për makinat, unë do na me pas gjithsesi kolegë kanë më ndihmu në këtë pjesën se unë kam jahut shumë, sa i përket kjerave, unë e di vetëm që ka një timana dhe që duhet me ecë. Kaq, ma shumë se nuk më duhet mu. Aq ma mirë ku dikush ngata dhe ti ndihesh si princesh. Po kemi mundësi me fol shumë për këtë pjesën e makinave, edhe që është një adrenalin që ka më napo se cilit me ndoa një eksperiencë më ndryshe, po ka dhe femna që garojnë. Nesër do t'i kemi të ftuara në studio. Ju dëshiroj nga zemra një ditë sa më të mbarë të bukur, sot dhe martë keni prapë emisionet mira që do të vinë në ekranin e televizionit tonë, gjithsesi mos harroni më informu për gjithçka tjetër që keni nevojë informacione që lidhen me qytetin tonë, por jo vetëm edhe me fushat të tjera nga Kultura Magazina. Kujtojmë që
Teatri i Qytetit Adisheu po përgatitet për një premierë e cila do të jetë të premten, kështu që ju që e doni pjesën e teatrit dhe ju që nuk e doni po pjesën teatrale dhe premiera gjithmonë janë ekskluzive, sigurisht duke i respektuar gjitha masat, ju keni mundësi me u interesu edhe me ble biletën, kështu që fundjava ka me fillu shumë mirë. Po paralajmërojmë që tash sepse të premten keni mundësi me pa një shfaqje premierë në teatr, e tek ne premierat patjetër që do të vinë të emisioneve tona që i kemi javore dhe ditore. Faleminderit shumë. Pse më natën e mirë sa ka fillu dita o fit? Atja fillojmë edhe një emisionit Mirëmëngjesi, të mëngjesit Çelisit, Mirëmëngjesi dhe mirë se erdhët. Sot kemi fillu pak më vonë në orën 9, po vazhdojmë dhe në orën 11. Jo, shihemi nesër në orën 7, paqit shëndet edhe jepni dashni. Ora 7. Alarmi bën. Qupi gjumit. Qeli syt. Për kafe bëtstoj. Qupi gjumit. Ti qupi gjumit. Fillojmë ditën me ngjarje, kafe, llafe dhe plot storje interesante. Qupi gjumit. Ti qupi gjumit. Me Nitën, mëngjesi në syri. Çdo ditë e hënë deri të premten nga ora 7. Po madhe një macchiato thuj të lehtë.